Jemi kthyer sërish drejt për drejt me edicionin orës 15 këtu në televizionin kombëtar Klan News. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kryeministri Rama u takua në Athinë me homologun Mitsotakis. Sipas kreut të qeverisë shqiptare po punohet për një marrëveshje të re partneriteti strategjik për të kapërcyer çështjet e mbartura mes dy vendeve. Rama merr pjesë në forumin ekonomik të Delfit. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama si bllokues të integrimit dhe i kërkoi Brukselit i vendosë kusht vendit tonë bashkëpunimi me prokurorinë publike europiane për transparencë në përdorimin e fondeve në Shqipëri. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri thirrje për përshpejtimin e zgjerimit të Unionit dhe votimit të jetë me shumicë të cilësuar, deklaroi se vonesat mund të risindikimin e Rusisë, Kinës dhe Turqisë në vendet kandidate. Klan News ka mësuar se ka pasur shkëmbim zjarri mes dy grupeve në Memali, ku përpasoi mbeti vrarë 30 vjeçari Endrik Goxha i konfliktet mes tyre ishin të hershme dhe dyshohet se shkak ka qenë trafiku i lëndëve narkotike. Rritja e çmimeve të karburanteve dhe produkteve bazë të shportës po ndikon drejt për drejt në ekonominë e qytetarëve. Ekspertët kërkojnë monitorime të rreptë të tregut dhe masa mbështetëse për të shmangur abuzime. Tensionet në ngushticën e Hormuzit janë përshkallëzuar pasi dy anije tregtare mes të cilave një greke u sulmuan me armë zjarri nga iranianët. Ata thonë se presidenti Trump kërkon më shumë kohë për sulmin e papritur të radhës. Dhe ndalemi më gjërësish me zhvillimet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit. Kryeministri Rama u takua në Athinë me homologun Kyriakos Mitsotakis. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, po punohet për një marrëveshje të re partneriteti strategjik për të kapërcyer çështjet e mbartura mes dy vendeve. Rama merr pjesë në forumin ekonomik të Delfit. Në ditën e dytë të qëndrimit në Greqi, kryeministri Edi Rama u takua me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Kreu i qeverisë shqiptare u prit nga homologu grek në pallatin qeveritar Maksimos. Të dy liderët zhvilluan një takim kokë më kokë që zgjati për afro 40 minuta. Tirana dhe Athina do të lidhin një marrëveshje partneriteti strategjik për të cilin janë angazhuar ekipet e ministrive të jashtme të dy shteteve. Gjatë bashkëbisedimit me homologun e tij, kryeministri Edi Rama nënvizoi se po punohet për çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve. Dua t'ju falenderoj sinqerisht për mbështetjen, e vlerësojmë shumë. Dhe po, jemi shumë të etur të vazhdojmë dhe të përfundojmë atë për të cilën kemi rënë dakord së bashku. Një dokument të guximshëm partneriteti strategjik ku të gjitha çështjet adresohen dhe nuk ka më çështje të paszgjidhura mes nesh, ndërsa duam të bashkohemi me Bashkimin Evropian dhe ta bëjmë këtë rajon shumë më të rëndësishëm edhe në këtë nivel. Ndërsa kryeministri Mitsotakis shprehu mbështetjen për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është gjithmonë kënaqësi që u mirëpres në Athinë i dashur Edi, me rastin e pjesëmarrjes suaj në forumin ekonomik Delfi. Është gjithmonë mirë të na jepet mundësia të vlerësojmë progresin e rëndësishëm që keni bërë në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe mbështetjen tonë të vazhdueshme në rrugën e vështirë që keni ndjekur drejt Bashkimit Evropian. Nuk munguan as batutat. Është një nder të jem këtu dhe të kërkoj ndjes që nuk u vesha aq zyrtarisht sa ju, sepse nuk e prisja një pritje të tillë. Prandaj shpresoj që media greke të mos e perceptojnë ndryshe, përveç se si mungesë informacioni të mirë nga protokolli im. Ne pranojmë që ju jeni gjithmonë shumë shpikës në mënyrën se si visheni dhe kjo na pëlqen. Në forumin e Delfit, ministri i jashtëm grek deklaroi se Bashkimi Evropian ka zhgënjur vendet kandidate, ndërsa ministri Ferit Hoxha theksoi se Shqipëria do t'i përmbush të gjitha detyrimet edhe për sundimin e ligjit që njihet si raporti i Bar. Duke folur në forumin ekonomik të Delfit, ministri i jashtëm grek Gia Petritis tha se që nga samiti i Selanikut në vitin 2003 Bashkimi Evropian i ka zhgënjur shtetet e Ballkanit Perëndimor.
Ne miratuam deklaratin e Delfit si vijim të asaj të Selanikut. Duhet që të kalojmë nga fjalët tek veprat. Ne po punojmë shumë me homologët tanë lituanez dhe irlandez për një plan veprimi me rezultate të prekshme, domethënse sepse semestri i dytë i vitit 2027 do të jetë një kohë kritike për zgjerimin. Do të vizitoj të gjitha kryeqytetet e këtij rajoni në muajt e ardhshëm në mënyrë që të ofrojmë ndihmë teknike për ta. Kryediplomati shqiptar Ferit Hoxha ishte optimist për raportin i bar. We have set ourselves a very ambitious goal to meet the IBARs in the coming weeks. Ne kemi vendosur vetes një qëllim shumë ambicios për të përmbushur raportin IBAR në javën e vijim, për të filluar me mbylljen e kapitujve gjatë këtij viti dhe ndoshta për të mbyllur të gjithë kapitujt deri në fund të vitit të ardhshëm. Është objektiv shumë ambicioz, por i realizueshëm. Ishte shumë ambicioze të hapnim të gjithë grup kapitujt në 13 muaj, e bëm së bashku. Është e mundur. Ky është mentaliteti që kemi tani në Shqipëri. Është të mendojmë të veprojmë si një shtet antar i Bashkimit Evropian. Edhe ministri i jashtëm i Kosovës Glau Konjufca shpreu besimin në mbështetjen e Bashkimit Evropian në rrugën e integrimit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka përthirrje për përshpejtimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe votimit të jetë me shumicë të cilësuar. Ajo paralajmëroi se vonesat mund të rrisë ndikimin e Rusisë, Kinës dhe Turqisë në vendet kandidate. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka zgjedhur 80 dhjetorin e gazetës së njohur gjermane Die Zeit për të bërë thirrje udhëheqësve evropian që të përshpejtojnë procesin e zgjerimit në mënyrë që të shmanget ndikimi në shtetet kandidate nga Rusia, Kina apo Turqia. Bota me të drejtë ka pyetur se ku është Evropa kur përgjigjet nga Brukseli u vonuan, ose reagimi ynë u dobësua. Zëri i Evropës tani duhet që të dëgjohet më shpesh. Ne duhet të arrijmë që ta unifikojmë plotësisht kontinentin evropian, në mënyrë që të mos ndikohet nga Rusia, Turqia apo Kina. Ne duhet të mendojmë më gjerë dhe në mënyrë gjeopolitike për këtë. Von der Leyen e bëri të qartë se është koha për të ndryshuar parimin e unanimitetit në Bashkimin Evropian. I kishte përdorur vitet e fundit sidomos nga ish-kryeministri hungarez Viktor Orban për të penguar rrugën e integrimit evropian të Ukrainës. Ndryshimi i qeverisë në Hungari paraqet një mundësi të rrallë për të rimenduar se si merren vendimet në nivelin e Bashkimit Evropian. Neve na duhet që ta ndryshojmë parimin që të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të bien gjithmonë një zëri dakord për një vendim që ai të miratohet. Jo vetëm në Këshillin Evropian, por edhe në Këshillin e Ministrave të Jashtëm. Ne duhet të kalojmë në votimin me shumicë të cilësuar, me 2/3. Presidenti e Komisionit Evropian bëri thirrje për një pavarësi më të madhe evropiane. Mbi të gjitha, tani më duhet një bashkim evropian më i pavarur, është thelbësore. Nëse shikoni modelin e biznesit të Bashkimit Evropian, konkurrueshmëria jon deri më tani ka qenë e bazuar në energjinë e lirë nga Rusia, punën e lirë nga Kina dhe mbrojtjen nga Amerika. Kjo ka mbaruar. Tashmë duhet që të ripozicionohemi plotësisht, të garantojmë vetë sigurinë e kontinentit tonë. Von der Leyen tha se deri në vitin 2050 Evropa duhet që të eliminojë gazrat serë, të shtojë burimet e energjisë së pastër, përfshirë erën, energjinë diellore, biomasën, hidroenergjinë dhe reaktorët modular bërthamor. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama si bllokues e integrimit dhe i kërkoi Brukselit i vendos kusht vendit ton bashkëpunimin me prokurorinë publike europiane për transparencë në përdorimin e fondeve në Shqipëri. Rruga e vetme për të ndaluar këtë të keqe të madhe është protesta. Të përgatitemi për kryengritjen e radhës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Kjo duhet të jetë përgjigjja jonë ndaj dhunës shtazore që përdori Edi Rama me 17 prill. Pas kësaj mbledhje fillon menjëherë përgatitjet për protestën e ardhshme. Datën e cilës do e shpallim shumë shpejt. I bëj thirrje Komisionit Evropian dhe Presidencës të marrin çdo mas që procesi i integrimit të jetë një proces transparent për shqiptarët. I bëj thirrje Komisionit Evropian të vendosë si kusht bashkëpunimin e Shqipërisë me prokurorinë publike europiane, si një kusht i domosdoshëm për transparencën e përdorimit të parave të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Mendoj se në raste të tilla ku prokuroria e vendit bllokohet, është e domosdoshme që të paktën për fondet e Bashkimit Evropian, Shqipëria të jetë e detyruar të ketë për t'i dhënë akses të plot prokurorisë publike europiane. Aeroporti i Vlorës është identik me djegësin e Tiranës, në kuptimin
është firmosur kontrata pa ekzistuar sipërmarrja. Është firmosur kontrata në prill në një kohë kur sipërmarrja është krijuar në maj. Dhe kjo me direktivë dhe firmë të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. E ka dhe ajo një gjë të ngjashme me Djegësin e Tiranës. Fatalisht të ngjashme. 130 milion janë paratë e vjedhura në Djegësin e Tiranës, 130 milion janë paratë e vjedhura në aeroportin e Vlorës. Ambasadori i Shqipërisë në Britaninë e Madhe Uran Ferizi ka dërguar një letër të hapur gazetës The Guardian, ku ka ngritur shqetësimin se shqiptarët po paguajnë një çmim të lartë nga paragjykimet në Britani. Ai kritikoi qëndrimet e sekretares së brendshme në parlament. Në një letër dërguar të përditshmes britanike The Guardian, ambasadori shqiptar në Londër Uran Ferizi ka ngritur shqetësimin për paragjykimet që hasin shqiptarët në Britaninë e Madhe. Ferizi thotë se jo në pak raste komuniteti shqiptar ka qenë shënjestër jo vetëm të mediave, por edhe të politikanëve. Obsesioni për demonizimin e shqiptarëve ka arritur deri në foltoren parlamentare. Kur një ministër përmend një komësi në parlament, në vend që të përmend një sjellje apo një lloj të caktuar krimi, ai nuk përshkruan një problem, por krijon një objektiv. Është dëshpëruese të shohësh politikanë që janë vetë emigrantë të gjeneratës së dytë, duke sulmuar emigrantët që i kanë pasuar ata drejt Britanisë së Madhe. Ferizi cilsoi të pasakta statistikat e publikuara në mediat britanike lidhur me shkallën e përfshirjes së shqiptarëve në krim në Britaninë e Madhe. Mendoj se është krijuar një model në shtypin britanik ku statistikat selektive nxirren jashtë kontekstit dhe amplifikohen. Nëse numri i shqiptarëve në burg peshohet me numrin real të shqiptarëve në Britaninë e Madhe, jo vetëm me një nëngrup shumë të vogël të tyre dhe kontrollohet përgjinjin, moshën dhe të ardhurat, atëherë rezultati është se shqiptarët burgosen me të njëjtën normë si britanikët e lindur në vend. Por kjo nuk përforcon paragjykimin se shqiptarët janë një grup jashtëzakonisht kriminal, ndaj nuk publikohet. Ambasadori e krahasoi përdorimin e shqiptarëve me përvojën e grupeve të mëparshme të emigrantëve në Britaninë e Madhe, përfshirë hebrejt, irlandezët apo polakët, ndërsa kritikat ndaj sekretares së brendshme Shabana Mahmud i lidhen me deklaratën e saj në parlament në muajin nëntor, ku ajo paraqiti plane të diskutueshme për reformimin më të madh të ligjeve të azilit në 40 vitet e fundit. Më herët, deklaratave negative ndaj shqiptarëve i është përgjigjur dhe vetë kryeministri Edi Rama, ndaj qëndrimeve të deputetit Nigel Farage apo ish sekretare Suela Braverman. Vjojmë me ngjarjet nga kronika, detajet të reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e 30 vjeçarit Endrik Goxhaj mbrëmjen e së martës në Memaliaj. Nga hetimet ka rezultuar se ai u vra në një shkëmbim zjarri mes dy grupeve dhe dyshohet se shkak ka qenë trafiku i lëndëve narkotika. Mbrëmjen e së martës në Memaliaj ka patur një shkëmbim zjarri mes dy grupeve. Në këtë përfundim ka arritur policia nga hetimet e deritanishme, ndërsa në këtë ngjarje humbi jetën 30 vjeçari Endrik Goxhaj, ndërsa mbeti i plagosur një i ri i cili është vëllai i autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje. Për krimin e rënd, policia ka shpallur në kërkim dy vëllezrit, Donaldo dhe Maria Aldonela, të cilët u larguan nga vendi i ngjarjes pas shkëmbimit të zjarrit. Hetimet janë përqendruar te konfliktet e hershme që kanë patur dy grupet, ndërsa dyshohet se personat janë të përfshirë në veprimtari të palishme. Policia ka shoqëruar disa persona në komisariat për t'i marrë në pyetje nëse kanë dieni për konfliktet apo për rrethanat që ka ndodhur ngjarja, ndërkohë me rëndësi konsiderohet dëshmia e Dalionelës, i cili mbeti i plagosur. I riu ndodhet ende nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se njëri prej autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje, Donaldonela, është një person i njohur për policinë. Ai dyshohet se është i përfshirë në aktivitetin e trafikut të drogës, ndërsa në vitin 2018 është hetuar si i përfshirë edhe në grabitjen e një pike të këmbimit valutor në Tepelen. Dhe për të marrë më tepër të dhëna në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, lidhemi drejt për drejt me kolegen Dorina Muhaj. Dorina, të përshëndes, në çfarë fazë janë hetimet në lidhje me ngjarjen dhe a ka gjurmë sipas informacioneve të policisë nga autorët e mundshëm ku mund të jenë drejtuar?
Përshëndetje Greta, në fakt deri në këtë moment që ne po flasim, vijojnë ende hetimet për të zbardhur të gjithë ngjarjen e cila ka tronditur qytetin e Memalia e mbrëmjen e djeshme, ashtu siç është thënë edhe më herët, aty ku humbi jetën gjatë një konflikti 30 vjeçari Endri Goxhaj. Nga ana tjetër policia është bërë ndjekje të 2 vëllezërve, të cilët ku njëri prej tyre është edhe i akuzuari kryesor, le të themi, apo i dyshuari kryesor, bëhet fjalë për 29 vjeçarin Donald Nela dhe vëllain e tij, ndërkohë që vëllai tjetër 25 vjeçari Dalio Nelaj është në kujdesin e mjekëve në spitalin e Gjirokastrës, ndërkohë që policia ka që prej mbrëmjes së djeshme ku ka shoqëruar disa persona të cilët mund të kenë ndjeni në lidhje me këtë ngjarje, por të paktën edhe sipas dëshmive që ata kanë dhënë nuk kanë ndikuar në zbardhjen apo në vijimin e hetimeve, çka e bën edhe më të vështirë le të themi zbardhjen e të gjithë kësaj ngjarje të tmerrshme ku humbi jetën 30 vjeçari. Ndërkohë mund të themi që policia vazhdon ende të jetë në disa pista ku njëra prej tyre mund të jetë edhe ajo e akmarrjes, një sherr i cili nuk ka ndodhur vetëm në ato momente, por të ketë qenë diçka e mirë menduar edhe më herët, ku mund të kenë ngritur edhe një kurs 30 vjeçarit, kanë qenë 2 grupe të cilat janë ndeshur me njëra tjetrën dhe si pasojë e shkëmbimit të zjarrit ka humbur jetën 30 vjeçari dhe është lënduar edhe vllai i njërit prej autorëve të dyshuar, të cilët janë në kërkim nga ana e policisë. Këto 2 grupe nuk janë të panjohur nga uniformat blu, që prej vitit 2018 ata janë goditur nga ana e policisë si për trafik të lëndëve narkotike, por edhe të grabitjes një prej pikave të këmbimit valutor. Edhe në qytetin e Sarandës, po ashtu janë të njohur, por le të themi sa e përket kësaj ngjarje, ata ende nuk kanë një pistë konkrete ku mund të bazohen. Ajo që dihet tashmë është se autorët e këtij krimi janë identifikuar nga ana e policisë dhe sigurisht që hetimet do të vijojnë për të bërë të mundur edhe zbardhjen e gjithë kësaj ngjarje. Dorina, unë të falenderoj për gjitha detajet që përsolle, sa kaq ne mbetemi sërish tek ngjarjet e kronikës. 20 persona janë arrestuar nga policia për shpërndarje droge, lënda narkotike, shitej kryesisht në lokalet e natës dhe pranë shkollave në kryeqytet. Këto pamje i përkasin një operacioni të policisë së Tiranës për goditjen e grupeve që shfisnin lëndë narkotike në kryeqytet. Pas 3 muajsh hetime, antidroga e kryeqytetit ka vënë në pra nga 20 persona, ndërsa kanë shpallur në kërkim 16 të tjerë. 15 prej tyre u arrestuan gjatë operacionit të koduar final, ndërsa 5 të tjerëve ju komunikuan akuzat në qeli pasi ishin arrestuar më herët. Sekuestrimi i celularëve të tyre solli zbulimin e 31 anëtarëve të tjerë të grupit të përfshirë në shitjen e narkotikeve. Sipas policisë, droga shiten në disa zona të Tiranës nga të dyshuarit, të cilët e ndanin në doza të vogla. Kryesisht kokaina dhe kanabisi shiten në lokalet e natës dhe në afërsitë e shkollave. Gjatë kontrollit fizik të arrestuarve, policia sekuestroi mbi 60 kg kanabis, 2 kg kokainë, 4 armë zjarri, të cilat 1 pistolet dhe 3 armë gjahu, 121.000 euro, 6 milion lek, 5.000 pound, 14 celular, peshore elektronike dhe 3 automjete. 3 persona janë arrestuar dhe një tjetër u shpall në kërkim pasi akuzohen se kishin përshtatur lokalet në Laçë dhe Milot për lojra fati. Një prej tyre ishte përshtatur edhe për përdorim dhe shitje të lëndëve narkotika. Për këtë ka dhënë dorëheqjen edhe drejtori i policisë së qarkut të Lezhës, Islor Islami. 3 ambientet e cilat ishin përshtatur për lojra fati me makineta dhe tavolina poker janë zbuluar nga policia në Milot dhe Laçë. Bëhet fjalë për 15 makineta, 3 tavolina pokeri që u zbuluan pas informacioneve të siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Në Laçë u arrestuan Shkelzen Preni dhe Dorian Medha, ndërsa u procedua penalisht një 61 vjeçar pasi në lokalin e tij, që administroi bashkë me 2 të arrestuarit, u gjetën 8 makineta, 2 tavolina dhe sende të tjera për lojra fati, si dhe një sasi lëndë narkotike kokainë e ndarë në doza. Në Milot Blut arrestuan Ylli Veselin pasi në lokalin e tij u gjetën 6 pajisje dhe sende me lojra fati. Policia shpalli në kërkim 31 vjeçarin Pjetër Leshi, pasi në një ambient në pronësi të tij u gjetën edhe 2 makineta të tjera dhe tavolinë për lojra fati. Sipas Policisë së Shtetit, kontrollet kundër kësaj paligjshmërie do të vijojnë në subjekte dhe në ambiente të tjera. Pas operacionit të koduar rastet, drejtori i Policisë së qarkut Lezhë i ka paraqitur dorëheqjen kryepolitit Skënder Hita. Islor Islami ishte komanduar 3 muaj më parë në krye të Policisë së Lezhës pas largimit të Altin Menës.
Një borxh është bërë shkak për vrasjen e 2 vëllezërve shqiptar dhe të një tjetër personi, krimi ndodhur të martën në Podgoricë. Disa orë pas ngjarjes, policia prangosi autorin, një shtetas malazes. Një borxh dyshohet se është bërë shkak për vrasjen e 3 fisht mëngjesin e së martës në lagjen e aerodromi vjetër në Podgoricë, ku humbën jetën edhe 2 vëllezër shqiptar. Mediat malazeze shkruajnë se autori Vehit Muriç, 25 vjeçar, ishte konfliktuar të hënën me 3 shokët e dhomës, 2 vëllezërit Deniz dhe Nezrin Hoti dhe Kenan Miraliemović nga Novi Pazari. Sipas mediave fqinje, autori për të kryer vrasjen ka përdorur një thikë dhe pas krimit është larguar drejt banesës së tij në Rozhaj, në një distancë prej 126 kilometrash. Sipas të dhënave, 25 vjeçari kur shkoi në shtëpi takoi nënën e tij dhe i tha se kishte kryer vrasje, e më pas është larguar. Ema pas pak minutash e ka raportuar në polici, por pa të dhëna konkrete për ngjarjen. 3 viktimat dhe autori jetonin së bashku në një apartament në një lagje të Podgoricës. Ata punonin së bashku në kryeqytet me lyerjen e objekteve në ndërtim. Krimi i rënd u zbulua mesditën e së martës rreth orës 13, kur policia hyri në mëdhun në apartamentin me Qirak, ku gjetën 3 trupat e pajet. Autori i vrasjes u arrestua rreth orës 20:30 të mbrëmjes së të martës, pas kontrolleve të shumta policore. Ecimotei, Bordi i Transparencës ka rritur çmimet e karburanteve, nafta do të tregtohet me 202 lek për litër, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Bordi i Transparencës ka vendosur të rishikojë çmimin e naftës dhe të benzinës në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë dhe shumicë në vendin tonë. Në vendimin më të fundit, nafta është rritur me 5 lek për litër, duke shkuar në 202 lek. Rritje ka pësuar edhe benzina, ku tashmë në të gjitha pikat e tregtimit do të shitet me 176 lek për litër nga 172 që ishte. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të tij, ku do të pasqyrohen ndryshimet e tjera. Nga ana tjetër, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë nënvizojnë se të rreqin vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë të pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi, pasi në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Rritja e çmimeve të hidrokarbureve dhe produkteve bazë të shportës po ndikon drejt për drejt në ekonominë e qytetarëve. Ekspertët paralajmërojnë se pasojat mund të zgjasin. Ndaj sipas tyre, situata kërkon monitorim më të rreptë të tregut dhe masa mbështetëse për të shmangur abuzimet. Rritja e çmimeve të hidrokarbureve dhe të disa produkteve të shportës për shkak të konfliktit në lindjen e mesme, sipas ekspertëve do të ketë pasoja më të gjata edhe nëse arrihet marrëveshje mes palëve. Për produktet ushqimore ne do t'i ndjejmë ende tek produktet në kostën e realizimit të tyre. Pra sot neve kemi kostën më të lartë nga transporti. Dhe atë produkt që do ta kemi në stinën e beharit do ta kemi një kostë më të lartë. Dhe efekti i krizës ka filluar, por do vijojë ende me muaj nëse do mendojmë që edhe sot po të mbyllet kjo krizë. Sërish efekti do vijojë me muaj. Në një situatë të tillë, ekspertët nënvizojnë se një monitorim më i rreptë i tregut për të mos lënë hapësirë për abuzime dhe paketat mbështetëse për qytetarët janë tepër të rëndësishme. Puna e institucioneve për të zvogluar në minimum abuzimin ose spekullimin me çmime. Pra nëse sot u rrit çmimi në bursën ndërkombëtare i karburantit ose i naftës, nuk do thotë që ti sot do ta rrisësh në këtë moment çmimin tek nafta me pakicë që rrit, sepse ti këtë naftë ke bler me një çmim. E para në këtë rast institucionet mbrojnë tregun. Dhe mbrojtja e tregut në këtë rast do thotë që mbrohet konsumatori nga abuzimi. Dhe në momentin që kemi një rritje të çmimeve të produkteve të bazë e përkthehet në një rritje të kostove të jetesës së përditshmërisë, automatikisht paketat e ndihmës duhet të jenë universale. Rritja e çmimit të naftës pritet të shtojë më tej kostot dhe vështirësitë tek sektori i bujqësisë, shprehin ekspertët, duke sjellë në mënyrë të drejtë për drejtë prodhime bujqësore më të shtrenjta në tryezat tona. Ecimotei në Durrës kanë mbërritur 2 kroçerat e para për këtë sezon, mbi 150 turistë nga vende të ndryshme të botës do të qëndrojnë për disa ditë në vendin tonë. Në Durrës ka nisur zyrtarisht sezoni i kroçerave. Në portin e këtij qyteti mbërritën 2 vizitoret e para për këtë vit. Bëhet fjalë për kroçerën La Bella dell'Adriatic, si dhe Monet. Këto mjete lundruese sollën në vendin tonë më shumë se 150 turistë nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë zgjedhur të ndalojnë edhe në Durrës. Kjo nuk është hera e parë që këto 2 kroçera mbërrin në vendin tonë. Ato prej kohësh e kanë përfshirë Durrësin dhe Shqipërinë në hartën e tyre turistike.
La Bella dell'Adriatic mbërriti në vendin ton nga Igumenica, ndërsa do të udhtoj më pas drejt Dubrovnikut në Kroaci, ndërkohë kroçera tjetër Monet, pasi ndaloi në portin e Kotorit në Malin e Zi, do ta ketë ndalesën e radhës edhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Turistët veç Durrësit ndalojnë edhe në destinacione të tjera turistike, përfshirë Krujën dhe kryeqytetin Tiranën. Lajmin për mbërritjen e 2 kroçerave të para për këtë vit në Durrës e shpërndau me ndjekësit edhe kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook. Kreu i qeverisë shkruan se mbërritja e këtyre kroçerave tregon edhe një herë interesin e vizitorëve për Shqipërinë dhe vërteton faktin se Durrësi është kthyer tashmë në një port hyrëse për shumë turistë të huaj të cilët vinë në vendin tonë. Rrjeti ndërkombëtar Euronews sugjeron Shqipërinë për pushimet e verës, veçon kryeqytetin Tiranën dhe Rivierën. Media ndërkombëtare Euronews në versionin anglisht i ka dedikuar një artikull të zgjeruar Shqipërisë si një vend që ofron shumë për të gjithë të huajt që ende nuk e kanë vendosur se ku do t'i kalojnë pushimet e 2026-s. Shqipëria ka patur interes turistik në rritje vitet e fundit për shkak të çmimeve të përballueshme vijës bregdetare mahnitëse dhe qyteteve historike. Kjo është e dukshme në vendin ballkanik, pasi fluksi turistik i mbipopulluar në destinacionet kryesore europiane të udhëtimit si Italia, Greqia, Spanja dhe Portugalia sjell avantazh për Shqipërinë, shkruan Euronews. Nëse planifikoni të udhtoni në Shqipëri këtë vit, ja se çfarë ka të re për turistët, nënvizon media ndërkombëtare. Tirana renditet e para si një nga pikat kryesore për të vizituar, pasi u ofron udhëtarëve shumë gjallëri dhe një histori të pasur. Qyteti po transformohet me shpejtësi dhe paraqet një përzierje unike të arkitekturës italiane, osmane dhe të epokës komuniste. Disa nga monumentet ikonike që media europiane Euronews sugjeron për vizitorët janë Piramida e Tiranës, Muzeu Shtëpia me gjethe ose mund të bëni një shëtitje për të parë ndërtesat shumëngjyrshe dhe artistike. Në vëmendje të artikullit për Shqipërinë përmendet edhe Riviera Shqiptare me bregdetin mahnitës të Jonit dhe plazhet e bukura, ku mund të relaksoni në plazhet me rërë të bardhë ose me guralet si Ala dhe Ksamili, por mund të bëni një turne me varg për të eksploruar gjiret e fshehura. Ndër të tjera mund të eksplorohet kështjella e Porto Palermos ose rrënojat e lashta të parkut kombëtar të Butrintit. Në përmbyllje të shkrimit për vendin ton, media ndërkombëtare Euronews sugjeron edhe Alpet shqiptare, ku mund të shijoni peizazhe të bukura, e sidomos përgjatë zonës nga Valbona në Theth. Zyra e delegacionit të Bashkimit Evropian ka nisur një fushat sensibilizuese për mbrojtjen e natyrës. Ambasadori Gonzato deklaroi se për anëtarësimin në Union duhen standarde mjedisore. Mbro natyren sa je në kohë, një thirrje kombëtare për shkollat dhe komunitetet në të gjithë Shqipërinë, është fushata dhe lëvizja e Bashkimit Evropian në vendin tonë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe ato të mjedisit. Kjo fushat vjen si thirrje për mbrojtjen e biodiversitetit të vendit, ku ambasadori Silvio Gonzato thekson nevojën që të gjithë të përfshihen dhe të angazhohen në mbrojtjen e natyrës së Shqipërisë. Për të antarësuar në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të përmirësojë standardet e saj mjedisore dhe klimatike. Secili prej nesh mund të kontribuojë në këtë qëllim duke ripërdorur, ricikluar, pastruar mbeturinat, duke mbjellë pemë apo duke kursyer energji. Për të rritur ndërgjegjësimin mbi këtë përgjegjësi të përbashkët, kemi lançuar një fushat për të ndihmuar të rinj të mësojnë mbi biodiversitetin e pasur të Shqipërisë dhe çfarë mund të bëjnë për ta mbrojtur atë. Fushata e financuar nga Bashkimi Evropian zbatohet në kuadër të programit EU for Green Gen dhe do të zhvillohet për gjatë 3 muajve në vijim, me synim forcimin e ndërgjegjësimit të rinjve për mbrojtjen e biodiversitetit dhe natyrës. Sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë, kryeministri Albin Kurti thotë se partitë duhet të bien dakord pasi zgjedhjet e reja nuk janë në zgjedhje. Ai fajsoi opozitën që sipas tij nuk është e gatshme për të bërë një marrëveshje. Derisa po rrjedha fati kushtetues për zgjedhjen e presidentit, kryeministri Albin Kurti theksoi nevojën për një marrëveshje politike. Arsyetuohet se ka bërë përpjekje konkrete për bashkëpunim me partitë opozitare. Sipas tij, LDK është takuar dhe ka marrë 2 oferta, një për bashkëqeverisje dhe një tjetër për rokad në kryesinë e kuvendit, ndërsa PDK ka refuzuar takimin dhe ofertat. Prandaj, të gjitha këto zhurmat e piskamat që i dëgjoni, me ankesa të parësyshme ndaj lëvizjes vetëvendosje, nuk janë duke na bërë dëm neve, se ne prapë po mrrim aty. Janë duke i bërë dëm shtetit, duke i humbur edhe buxhet edhe kohë. Kurti përmendi edhe çështjen e kryetares së kuvendit Albulena Haxhiu, duke kujtuar kritikat e mëhershme ndaj saj dhe duke theksuar se ato sipas tij kanë rezultuar të pabazuara. Ku jemi sot pas një viti? Albulena Haxhiu është kryetare e kuvendit,
Albulena Haxhiu është edhe ushtruese e tyre të presidentit dhe Albulena Haxhiu nuk është as konfliktuoze as përçarse. Më 28 prill është afati i fundit i gjykatës kushtetuese për të zgjedhur presidentin e vendit, ndryshe vendi shkon në zgjedhje të reja.